E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë molim ka marr, në akşam me baj iftar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa lil zalimin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Të vëllezër besimtar, falëndrimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet dhe selamet I qofshin pejgamberit alayhis salatu wassalam, familjes së tij të pastra të respektuar. Ne sonte ndoshta dalgadale po e përmbyllim disa nga kuptimet që ne mendojmë se kanë qenë më të rëndësishme për të I theksuar dhe për të I ndarë bashkërisht lidhje me agjërimin ose lidhje me vlerat që I sjell ky muaj për gjithë besimtarët. Duke mos harruar asnjëherë çështjen e asaj që vërtet Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu krijuesi jon, domethënë ai I cili edhe na udhëzon edhe na drejton ka e mbara, ka ajo që është iman, ka ajo që është besim në Allahun xhaleshanu wa xhelaluhu. Megjithatë edhe sa I përket disa konditave ose kushteve dhe rrethanave në të cilat besimtari duhet të praktikojë agjërimin, edhe lidhje me të Allahu fuqiplot në Kur'anin famulart ka vënë disa principe bazë, duke mos shkuar në detaje sa I përket kategorisë së udhëtimeve ose sa I përket kategorisë së smundjeve, megjithatë parasheh disa lehtësime për situata ose për momente kur njeriu do ta ketë vështirë që të agjërojë në këtë drejtim. Edhe ajetin koranor që e lexova në fillim, mu kësaj rregulle I përmbahet. Edhe aty thuhet se agjërimi I muajit të Ramazanit është në ditë të caktuara, domethënë flitet për një muaj duke parë mundësinë e asaj që të jetë 29 ditë ose të jetë 30 ditë varësisht prej hanës dhe lëvizjes së saj. Nga se në kalendarin islamik orientimi kryesor nuk është dielli, por është hana, dhe ajo lëvizjet dhe rrotullimi I saj që bëhet rreth tokës është merret për bazë në këtë drejtim sa I përket përcaktimit të muajve të caktuar në këtë çështje. Mirpo, Allahu fuqiplot aty përmendën se famen kana minkum maridan, nëse ndonjëri prej jush thot është I smur. Tash, kjo çështja e të qenurit I smur ndonjëherë mund të jetë edhe fenomen në vete. Fenomen në vete sepse njeriu nëse dëshiron që veten ta konsideroj dhe ta trajtoj të smur, mund edhe shumë lehtë, do të thonë me një vizitë tek mjeku e merr një vërtetim edhe me ato mund të dëshmoj se është pacient ose është njeri I cili ka ndonjë problem shëndetësor. Por ne nuk është problem kjo çështje. Për arsye se njerëzit nuk janë ata të cilët do të konstatojnë edhe do të vendosin për kategorinë ose llojin e smundjes për të cilën vuan ai. Mirpo, kur Allahu fuqiplot përmendën smundjen, dëshiron të theksoj pamundësinë për të agjëruar ose pengesat eventuale që mund të I shkaktohen njeriut nëse agjëron. Dhe për këtë ne gjithmonë kemi thënë dhe përsëri e mbaj të njëjtin qëndrim. Është shumë me rëndësi për çdo një smundje të cilën njeriu mund ta ketë, familjarët, të afërmit ton, është mirë të konsultohen edhe të ju sugjerohet që konsultimet e bëra të I bëjnë me dikë që I din pak a shumë këto vlera islame, që pak a shumë e njeh Allahun si krijuesin e tij, pak a shumë I njeh disa kondita edhe e njeh rëndësinë e Ramazanit, rëndësinë e agjërimit. Mos jetë kategori, unë nuk dua tani të akuzoj askënd prej mjekve ose prej doktorëve që I kemi.
Megjithatë, është një fenomen evident që ekziston një grup njerëzve të cilët preferojnë se shumë kollaj të i japën recetat në kuptimin e asaj se nuk duhet të agjerohet. Për atë arsye, këtu ka një përgjegjësi. Tash, nëse një hoxh është përgjegjës për jetën fetare dhe kultivimin e saj në një mjedis, atëherë një mjek është tek përgjegjës edhe mban përgjegjësi fetare, përgjegjësi islame para Allahut fuqiplot për vendimet dhe për diagnozat dhe për diagnostifikimet që duhet të bëj pacientëve të tij sa i përket vlerës së agjerimit, mundësisë për të agjeruar ose mos mundësisë për të agjeruar. Për atë arsye, unë gjithnjë preferoj dhe gjithnjë mbaj qëndrimin që spaku të konsultohet dikush i cili është i thirrur për një lëmi të caktuar, por edhe që ka një kontakt me Islamin, që ka një kontakt me besimin, që ka një kontakt me Kur'anin famlar, që i din pak a shumë disa pikpamje kuranore. Edhe elhamdulillah sot shkenca nuk e ka problem të arrijë dhe të depërtojnë në disa departamente ose të ndaj degët dhe nëndegët e saja në segmentet më të imta për të diagnostifikuar dhe për të konstatuar drejt nevojën ose problemin që dikush mund ta e ketë në këtë drejtim. Për atë arsye, sigurisht që janë disa smundje për të cilat ne mund të i përmendim që kanë një trajtim permanent, kërkojnë kurim ose përdorim të ilaçeve. Aty nuk ka ne çka t'i themi njeriut agjëro. Nuk duhet të agjeruar kundër shëndetit të tij, nuk duhet të agjeruar për të dëmtuar edhe më tepër aspektin shëndetësor që e ka. Por në këto çështje, nëse ka njerëz të tillë që janë të sëmur, nuk do të thotë se çdo një i sëmur menjëherë duhet të bëj pagesën e fidjes, asaj që i themi fitret për të i paguar për shkak të mosmundësisë për të agjeruar. Fidje ose dëmshpërblimin e agjerimit do ta paguajnë vetëm ata njerëz të cilët smundjen që e kanë është smundje konstante, nuk pritet shërim prej saj. Vetëm ata e kanë të drejtën e pagesës. Ndërsa, nëse dikush është për një periudhë kohore i smur, e nesër mbas 2 vjetëve shërohet, ai nuk guxon të bëj pagesë, sepse nuk ka mundësi. Do të thonë, nuk është qëllimi që agjerimi mund të paguhet. Asnjëherë nuk ka vlerë që mund të paguaj agjerimin. Por qëllimi është se përmes agjerimit, për ta zbutur mosmundësinë e të agjeruarit, Allahu fuqiplot parasheh një fidje, parasheh një shumë të caktuar që i thot njeriut, kuptoje mirë humbjen e shëndetit dhe kujtoj ata njerëz të cilët agjerojnë e nuk kanë mundësi ose të mira materiale për ta përmbajtur familjen e tyre. Për atë arsye dhe Allahu fuqiplot përmendën në Kur'anin famlar, thot ata që janë të smur, po dietarët janë ata që e kanë komentuar se kategoria e smundjes duhet të jetë smundje për të cilës nuk pritet ndonjë shërim eventual në këtë drejtim, ata njerëz preferohet. Këtu mund të jetë pleqëria e vonshme, mund të jenë smundjet e sheqerit që konsiderohen si smundje të cilat nuk kanë shërim, por permanent duhet përdorur ilaçet ose barnat derisa vetë njeriu është i gjallë. Mund të jenë smundjet kategorive të ndryshme, sikur smundjet kardiologjike, domethënë smundjet që kanë të bëjnë me zemrën ose të tjera, por megjithatë flasëm dhe po diskutojmë për mosmundësinë e njerëzve të cilët mund të vuajnë nga ndonjë smundje të pashërueshme. Ndërsa, nëse smundjet janë kalimtare dhe është e përkohshme, atyre njerëzve nuk ju lejohet të paguajnë, por do të presen kur do ta gjejnë shëndetin, edhe ditë për ditë do e zavancojnë çdo një çështje që e kanë të drejtim. E njëjta vlen edhe për udhëtarin. Do thënë, edhe rrugëtimet ose udhëtimet e ndryshme që njerëzit i bëjnë, Allahu fuqiplot e jep si lehtësim, mundësi që njeriu në udhëtimet e caktuara mund ta ketë vështirë. Supozoj, udhëton dikundi 10 orë, 7 orë me aeroplan, 4-5 orë pret në për aeroporte të ndryshme, sot janë kushtet dhe rrethanat të këtilla. Edhe pse dietarët islam, se i përket asaj se kush konsiderohet udhëtar, kanë vënë për kohën në të cilën kanë jetuar ata, kanë vënë një normë.
normën të cilën e kanë vënë ne kemi shndruar në 93 km. Sot për shembull me makinë 93 km dikush i bën përgjithësisht ore. Tash kjo është udhëtar, nuk duhet të agjeroj. Dikush në brenda Ramazanit për qejf shkon deri në Prizren. Prizreni ka 110 km. Edhe do të thotë se ka mundësi ta prishë agjerimin, shkon vetëm të merret bukë atje. Për qejf. Kemi parasysh, kriteret e vendosjes se kush do të jetë udhëtar që të mund ta prishë agjerimin, është çështje për të cilën njeriu duhet të i drejtohet besimit të vet. Nëse vetveten mund ta kënaq me përgjigjen që do ja jap, dhe të thotë se me të vërtet ti je në vështirësi dhe nuk duhet të agjerosh, në rregull është. Por a thua vallë vinë në këto situata dhe në këto pikpamje. Dhe jo rastisht, këto çështje i përmenda me vetmin qëllim që her pas herë njerëzit mos gabojnë dhe mos i përshpejtojnë gjërat që t'japën vendime të lehta sa i përket asaj. Vërejmë, ndonjëherë edhe xhamati thot, hiç mos piet askënd, unë ta tregoj thot, s'duhet ta gjënojsh ti. Shumë kollaj, domethënë përgjigjen e nxjerr për xhepi kështu. Dhe shumë teknikisht dëshiron të jep përgjigje. A unë mendoj se përmenda edhe mjeku, edhe doktori, specialisti më i shquar, vërtet kërkon një përgjegjësi të madhe në vendimin që do ta merr, në diagnostifikimin që do ta bëj sa i përket pacientit që e konsulton atë lidhje me agjerimin ose mos agjerimin e tij. Është çështje përgjegjësie. Kjo është çështje dimensioni, nuk është çështje teknike. Është çështje shpirti. Është çështje imani. Për atë arsye mendoj se ky komunikim ngërthen 2-3 elemente të përbashkëta, të cilat secili prej nesh duhet të i bartë me vete, vetëm që mos vinë në situata të thirrjes së ndonjë ligji ose norme të përshkruar në mënyrën më precize nga ajetet kuranore ose nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, si zakonisht në ligjëratat tona ne nuk përqendrohemi tek pikpamjet të cilat kanë të bëjnë me aspektet juridike në këtë drejtim. Megjithatë, shkurtimisht gjithnjë kemi preferuar që të përmendim dhe të përkujtojmë në disa segmente ose në disa pika të shkurtra çështjet që kanë të bëjnë me ca rregulla, sa i përket asaj se kush nuk mund të agjeroj, sa i përket asaj se cila është niveli i smundjes që dikush mund të bëj diagnostifikimin ose konstatimin e saj mund të mbaj ose jo agjerim, ose sa i përket rregullave që kanë të bëjnë me udhëtimet e ndryshme që besimtarve ose secilit prej nesh në ndodh ndonjëherë që brenda muajit të Ramazanit të jemi udhëtar të ndryshëm në vende ose destinacione të ndryshme. Përmenda që lidhje me smundjet është shumë e preferuar dhe islamikisht shumë e shëndosh njeriu në jetën e tij të ketë një mjek, të ketë një doktor i cili, mos them tash kushtet gjitha të i numëroj, ka ideen dhe e njeh konceptet e islamit. Nëse është edhe prej atyre që fal namaz, nëse është edhe prej atyre që agjeron, atëherë me lehtësinë më të madhe mund të i drejtohesh për sugjerime, për këshilla, për diagnostifikime, për udhëzime precize mjekësore lidhje me atë se si është gjendja me shëndetin tënd në këtë drejtim. Mos shpejtoje çdo kush duke u bërë mjek dhe duke u thirr hoxh në drejtim të asaj se unë e di këtë çështje dhe unë e njoh mirë këtë mesele, por këto punë kanë ekspertët e vet, kanë njohësit e vet, të lëmive të ndryshme, të drejtimeve të ndryshme në të cilat duhet konsultuar dhe madje mos harrojmë njëri prej farzeve dhe kushteve të fesë për secilin prej nesh është wa amruhum shura bainahum. Atë që Allahu fuqiplot e ka theksuar në Kur'anin famlar thotë se farz për secilin prej muslimanëve është që për çështjet e fesë, për çështjet që kanë të bëjnë me adhurimet ndaj Allahut fuqiplot e keni për obligim të konsultoheni me njerëzit dhe me shtresat që i dinë dhe që i njohin këto mesele. Konsultimi është e parim shumë i rëndësishëm në Islam. Dhe këto besoj se në gjatë këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit do t'i shfrytëzojmë si mundësi dhe si momente në të cilat secili prej nesh këto pikpamje dhe këtyre gjërave do t'ju jep rëndësinë e duhur apo nevojën që ka nësa i përket përgjegjësive të cilat secili prej nesh po i bartë me vete në këtë drejtim.
Mos harrojmë edhe hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, përmes të cilit ndoshta do dëshiroja që të bëj një përmbyllje të përshtatshme lidhje me vlerën e agjërimit. Ai thotë kështu: Awwaluhu rahma, yani shahru Ramadan, awwaluhu rahma. Muaj Ramazanit, fillimi i tij gjithmonë është mëshirë. Mëshirë në kuptimin e zbutjes së zemrave, mëshirë në kuptimin e edukimit të shpirtit të njeriut, mëshirë në kuptimin e afrimit të njerëzve, mëshirë në kuptimin e largimit prej mosmarrveshjeve, prej zënkave të ndryshme, në kuptimin e asaj që besimtari me të vërtet të jetë kontrollues i vetvetes. Mos jetë shejtani ai i cili do të dirigoj me ne, por ne të jemi diriguesit e shpirtit dhe veprimeve tona, në veçanti gjatë muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Jo për çështjen që ne dëshirojmë të theksojmë ndonjë stinë të veçantë, ndonjë sezon të veçantë në këtë kuptim. Sepse ka njerëz të cilët ndoshta i japin të drejtë vetes duke thënë se ata që shpeshtojnë ibadetet e tyre vetëm në Ramazan janë musliman sezonal. Unë nuk pajtohem dhe asnjëherë nuk jam pajtuar me këto pikpamje, për arsye se vetë Allahu fuqiplot në Kur'anin famëlart dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tija potencon se ditët kanë dallim. Dita e Xhumë dhe vlera e saj nuk mund të jetë e njëjtë me ditën e hanë. Ata si ditë nuk kanë ndonjë mëkat me vete, nuk kanë ndonjë ngarkesë me vete, mirë po, ka momente të caktuara. Nata e Kadrit nuk mund të jetë e njëjtë me natë të tjera të zakonshme në këtë drejtim. Ose muaji Ramazanit nuk është i njëjtë me muajt të tjerë. Muaji Ramazanit është si një stinë pranverore në të cilën besoj se çdo gjë përfiton gjallërinë e saj, përfiton lulëzimin e saj, shpirti arrin të realizojnë ngritjen e vetë dhe përmirësimin e vetë në këto aspekte. Për atë arsye, agjërimi ose shtimi i ibadetit, ta shtosh ibadetin gjatë muajit të madhnueshëm të Ramazanit, në fakt është më para përgjegjësi që muslimani e ndjen para Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, e më pas gjëra tjera të cilat mund të jenë pikpamje të ndryshme të këtij segmenti. Dhe po e vazhdoj kuptimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thoshte se fillimi i Ramazanit është mëshirë. Dhe besimtari duhet bëj çmos që këtë mëshirë, këtë mundësi rahmetit të Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu vërtet ta orientoj në udhëzime të ndryshme dhe pozitive dhe bëmirëse sa i përket krejt pikpamjeve që kemi të bëjnë me jetën tonë. Unë mendoj se mëshirën më së miri mund ta kuptojmë përmes solidaritetit që duhet treguar gjatë muajit Ramazanit, përmes empatisë. Do të thënë, empatia është një ndjenjë veçantë për ta kuptuar gjendjen e atij i cili vuan, e atij i cili ka problem, e atij i cili ka smundje, e atij i cili ka varfëri dhe kështu me radhë. Dhe këto janë ato 10 ditët kur ne më së miri duhet ta kuptojmë këtë gjendje. Këto janë ato momentet kur ato 5 minutat para iftari duhet na ofrojnë mundësinë e të kujtuarit të nevojtarit, e të kujtuarit të asaj shtrese të njerëzve, të vëllezërve ose motrave muslimane, të cilat kanë nevojën e përkrahjes dhe ndihmës tonë në këtë drejtim. Wa ausatuhu maghfira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ndërsa mesi i muajit të agjërimit është falje, është magfiret, mundësia jashtëzakonshme të cilën secili prej besimtarëve duhet shfrytzuar në këtë drejtim. Wa akhiruhu itkum minan nar, ndërsa 10 ditët ose pjesa e fundit e muajit të madhnueshëm të Ramazanit është mbrojtje nga zjarmi i xhehenemit. Inshallah taala për të gjithë ne do të jetë një mburojë fuqishme e pathyeshme në këtë drejtim për të na bartë drejt mirësive dhe drejt gëzimeve ose harreve të xhenetit të cilat Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu i ka përgatitur për besimtarët. E veçanërisht për agjëruesit, madje e shprehën në mënyrën më eksakte dhe më precize duke thënë se agjëruesit do të hyjnë në xhenet përmes derës së quajtur Babur Rayyan. Do të hyjnë në xhenet përmes një dere ose një hyrje të veçantë të përgatitur për gjithë ata të cilët në këto ditë të nxehta 17 orë ja përkushtojnë Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu me vetmin qëllim që të arrijnë kënaqësinë dhe që të arrijnë takvanë e nevojshme, atë energjinë më pozitive, atë përmirësuesin kryesor dhe atë edukuesin kryesor të shpirtrave dhe të mendjeve të njerëzve në përgjithësi. Në qenë se ne do të kemi boll kohë për të diskutuar lidhje me këto çështje,
Unë nuk do të zgjatem më tepër. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen që patët. E lutem Allahun xhaleshanu e xhelaluhu që eventualisht gabimet, lëshimet tona, eventualisht ndonjëherë nëse pa dashje kemi thyrë ndonjë normë të Allahut fuqiplot, të na jep mëshirën e Tij, të na mundësoj përmes rahmetit të Tij dhe të dim momentin edhe kohën kur të kthehemi prej gabimit, kur të kthehemi prej gjunahut ose mëkateve të ndryshme, të cilat her pas herë në jetën tonë po përsëriten si të tilla. Allahu qoftë razi me të gjithë, Allahu na i pranoft agjerimin me cilën e i drejtohemi madhënisë së Tij. Walillahi al-Fatiha.